Jo që kur të fal namaz, ti fal me sy mbyllur sepse aty e kam përqendrimin më të madh. Jo, nuk bën. Edhe nëse me të vërtet përqendrimi është më i madh, nuk bën, duhet më majt sy të hap. Përveç se nëse kur falemi me sy hap, ka diçka që na huton. Për shembull, ti je duke u falë në dhomë dhe baba, për shembull, është duke pa lajmet. Për shembull, nuk e di e marr, ndoshta nuk është shembull fort i qelluar. E rëndësishme nëse ka situatë tillë, mbyllën syt, nuk ka problem. Ose mund të jetë një fëmijë duke lozë aty poshtë afër sejdës edhe mund të ta angazhojë. Okej. Amo që ti ta bësh traditë se e ndjen më shumë jo. Ka qenë tradita dhe suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kur bonte namaz, shikimin e tij ta kishte në sejdë, shikimi të ishte në